Selamu alaikum, dashur miq, ky është takimi ynë i radhës përmes emisionit Dritarja e Agjëruesit. Edhe sot kemi një tjetër të ftuar në këtë emision. Do të jemi në shoqërinë e Hoxhës Muhamet Dermako, me cilin bashk do të mirëpresim telefonatat tuaja për t'ju drejtuar atij me ndonjë pyetje që ju intereson, ai do t'ju përgjigjet. Hoxh, mirë se vjen. Mirë se vjen. Faleminderit për ftesën. Kënaqësi që jemi bashkë në këtë emision në rrugtimin e Ramazanit. Padyshim kënaqësia është e përbashkët dhe emisionet sikur Dritarja e Agjëruesit janë nostalgji tashmë për ne, për shkak se na tregojnë vitet që po kalojnë edhe na bëjnë të tashmen histori tashmë, kur sa vite kaluan që PIS TV bëhet pjesë e pandashme e familjeve tona me theks të veçantë në muajin e Ramazanit me emisionet të larmishme, me tekste të veçantë këto që janë të drejtë për drejta, që janë shumë me afër me teleshikuesit tuaj, e bëjnë edhe me të veçantë. Natyrë shumë tashmë e përbën kjo një ndryshim, e kuptojmë se nuk kemi më Ramazan të vapës, të nxehtit, sepse këto emisionet zakonshëm i banim para iftarit. E tash jem me një komoditet me ujë para vetes. I kishim para iftarit me freskinë e Ramazanit. Me freskinë e Ramazanit. Ramazani realisht gjithmonë sjell freski në çfarëdo kohë, në çfarëdo periudhë. Kështu që përgëzime për gjithë punën tuaj. Filloi bukur Ramazani? Po. E kishit publikuar në Facebook atë tekstin e reportazhit që kisha lexuar shumë vite më parë, erdhi shumë prituri. Po, më pati pëlqyer ai tekst. Si autori i tekstit që keni thënë. Nuk di. Ai tekst ngjall emocione tek unë, por edhe janë shprehur shumë prej shikuesve tanë. E vërtet është edhe më besoni, këtë këshill do t'ja jap vetes për fillim, e pastaj gjithë kolegëve xhallar, mos nënçmoni lapsin dhe shkruaj, sepse më beso, atë tekst kur e lexoj nuk më duket që unë kam ndërhy, unë jam autori i tij, po natyrshëm që mua më duket se të veçantë e bën edhe zëri yt, se tashmë je ikone PIS TV-s dhe zëri yt melankolik e bën që teksti im të duket më i vobek kur e lexoj vet, edhe mendoj se ajo i jep një larmi shumë të madhe kur e dëgjojmë prej anës juaj, dhe tamam na duket se vërtet erdhi shumë prituri. Për besimtarin është sjarriç i madh, është gëzim i madh, është ndryshim i madh, dhe vet ndryshimin në sistemin e jetës që e bën, për cilin kemi nevojë që sistemon gjithçka në jetën tonë të përditshme, është vërtet i shumë pritur. Pa u nalta e pjesa negative që janë në të faljes, janë mestive që Allahu Gjelle Gjelaluhu jep çmime shumë të lira, të veçanta të faljes, dhe ato pra bëjnë Ramazanin që kur e kuptojmë pastaj vlerën e tij, vërtet mendojmë a thua vetëm një muaj është kë, a thua vetëm një herë në vetë është ky muaj, por vërtet e shumë pritur është Ramazani. Dhe Hoxh, në fakt tashmë jemi në fillim të Ramazanit dhe është herët për të menduar se çka do t'i premtojmë Ramazanit për vitin e ardhshëm. Në fakt duhet këtë vit të punojmë, apo jo? Me domos, ta shfrytëzojmë këtë Ramazan. Ne nuk do të na u gharratkumul amani, Allahu përmend në Kur'an, thotë dhe ju mashtroj juve shpresa. Ne çdo herë po e shohim veten si të rinj. Unë më bie në sy shumë kolegë hoxhallar, ndoshta edhe shumë mësues të mi, tash kur i shoh në paraqitje televizive, me besoni këto aplikacionet e fotografive që i kemi tashmë të mundshme, që foton tënde ta bëjmë si do të duket pas 10 viteve, 20 viteve, 30 vite, e kur po i shoh shumë hoxhallar që janë origjinal ashtu, janë plakur, dhe për shembull dje më rastisi nga një student të kosovar,
të shoh një foto nga një hoxh shumë i madh në botën islame në fushën e hadithit, i cili në kohën kur unë isha student në Universitetin e Ezherit, ai ishte rektor i universitetit, Ahmed Omar Hashim. Pra në shkrimin e tij e kam në diplomën time. Ishte nostalgji sepse i dëgjoja edhe para se të shkoja në Egjipt, i dëgjoja hutbet e tij, që ishte orator jashtëzakonisht i madh. Dhe kur e pash dje në karrocë, nuk më besohej që është ai, se kishte ndryshuar. Mirë po, në vetvete shpejt u ktheva, thash po, këtë 23 vite tashmë, kur unë kam qenë student, dhe unë jam tash im plakur, mos flasëm, ata që atëherë ishin rreth të 60-ave, për shembull. Edhe kësaj pra e shohim edhe vetveten. E shohim se vitet po kalojnë. E tash nuk ka më shumë kohë ne të themi vetes edhe si vjetë se në mot do të bëhet më mirë. Duhet që të startojmë bile, nëse ka dikush që ka gabuar në këtë javë dhe ka menduar se eventualisht bën ta shtyj agjerimin e Ramazanit për vitin tjetër, jashtëzakonisht mirë po kalojnë njerëzit, jashtëzakonisht ditë e shkurtë, e freskët, me gjitha të mirat dhe me begatit, me bereqetet e veta, mos e lejon vetëm pa shijuar këtë dhunti kaq të madhe. Padyshim. Dhe ne do të mirëpresim telefonuesit që të jenë pjesë e emisionit tonë, ndërkohë do të flasim pak lidhur me një hadith të Muhamedit alayhis salam, hadith i shkurtër, por që është domethënë të cilin do të na elaboroni ju. Pra Muhamedi alayhis salam ka thënë, hani syfyr sepse në syfyr ka begati, ka bereqet. Pse është një rëndësie të veçantë hadithi? Nuk përmendet si obligativ, por si i rëndësishëm. Shumë keni të drejtë, dispozita e syfyrit në sheriatin islam, ose vlera sheriatike e tij është sunet. Pra nuk mund të themi se dikush e ka lënë një farz pa bërë, nëse nuk zgjohet në syfyr. Pra nëse marrim e shohim, pra është një vepër e preferueshme që ne i themi sunet. Mirë po për ka vlera është jashtëzakonisht e madhe dhe në një farë forme i kemi shumë disa sunete, bujar që nëse e shohim sikur na duken që ato sunete janë adresarët e Ramazanit. Për shembull, iftari, përshpejtimi i tij, kandilat, e gjitha këto janë sunete. Në kuptimin që të presim me padurim, të servojmë ushqim ndoshta edhe para kohë, e që të presim të fillojmë, kjo është sunet, nuk është farz. Mirë po, thuaj atij vetes çfarë kujton nga fëmijëria. Janë këto momente. Këto momente janë. Pastaj namazi i teravive, shumë i veçantë. Në vlerën e tij sheriatike edhe ai është sunet. Sunet i fortë natyrshëm, por sunet, jo farz. Nuk e ka vlerën e namazit të akşamit, nuk e ka vlerën e vetë namazit të yatsis. Mirë po, a kujtoni tash 5 vite, një Ramazan pa teravi. Pa teravi. Agjeronim, por ishim të izoluar dhe vetëm në ato familje ku mund të kishte dikush që ditë të lexoj Kur'an dhe të dilte imam, antarët e të familjes falin teravi, të tjerët mbase edhe nuk kishin shumë motiv. Nuk kishin shumë motiv, nuk din të varë dhe nuk ju duke se janë duke përjetuar Ramazan. Ky suneti e ka bërë që mos. Dhe atmosfera syfyrit. Besabes për fëmijë është ndjen shumë e përzierë. Neveritse nga njëherë, të zgjohesh prej gjumit, gjumi rënd. Për çfarë arsye që të hash ushqim. Ndonjëherë me lot, pse po bën të tepër që të zgjojnë antarët e familjes, gjithnjë po i kthejnë fëmijërisë. Ndonjëherë të duket se nuk e kanë gatuar atë që ke dashur, sepse të ka humba apetitin në gjumë e tjera, por gjitha këto janë aq të ëmbla, aq evokojnë kujtime. Se mos kur bëjnë pjesë e nostalgjisë, po. Vetëm kjo të ishte bereqeti i kësaj, do të mjafton që ne, në fakt kur përmendet Ramazani, na kujtohen gjithnjë furrat hapur në mëngjesin e hershëm, për të mos thënë në natën e vonshme. Pastaj klima pra që të përshpejtojmë edhe pak kohë i kanë met mësakut. Ja, edhe pak minuta, urno merr edhe kët, ushehu edhe me kët, bëj edhe kët. Me fjalë tjera,
Kjo është kështu. Por, kur I kthehemi e kësaj që kërkove të sqarojmë atë begatin e përshkruar nga Muhamedi a.s. sallallahu alaihi wasallam, I cili edhe të njëjtën kohë e jep edhe një përshkrim gjeneroz për vetë gjendjen e ummetit islam. Thot, ummeti islam, ummeti I tij do të jetë në hajër derisa e përshpejtojnë iftarin dhe e vonojnë syfyrin. Duke pasur të dyja parasysh brenda kohës së tyre, normalisht. Gjithmonë, por syfyri bujar nënkupton gjithçka që ne e marrim si ushqim me nijet të agjërimit për ditën e nesërme në momentin kur kalon gjysma e natës. Gjysma e natës po ta llogarisim tash me orë, parafërsisht dikun I bie pas orës 11:10 minuta. Pra, ta themi kështu, kushdo që thuj se rreth orës 12 e tutje pin një gotë ujë në emër të syfyrit, ai e ka realizuar syfyrin. E ka arritur këtë hadith? Po, e ka arritur këtë hadith. Por, edhe më shumë akoma e arrin këtë hadithin tjetër, të cilin e citova më herët që të jemi deri në momentet e fundit. Bujar, tashmë jem në ditë të shkurta krahasim me Ramazanat e para 5-6 viteve që ishin në maj e qershor, në ditët më të gjata, në qershor dita më gjatë e vitit. Mirë. Të duket që është hajgare, sidomos domethënë shumë shpejt është dreka, pas drekës me pak angazhime vije ikindia, pas ikindis I kemi pra edhe 2 orë pak deri te koha e iftarit. Dua të them, sidomos ne që duket nga pamja që kemi rezerva ushqimore dhe nuk jem shumë të nevojshëm tash as për iftarin në kuptimin nuk u ritemi. Mirë po, vetëm atë pamjen nga rendjes së njerëzve në përfura, për shembull, dhe trafikut ndonjëherë të çoroditur në 15-20 minuta para iftarit dhe rrugët të jetë të zbrazura të qyteteve në momentet e iftarit, kjo edhe kur të na mbushet mendja ndonjëherë, edhe kur hidhrohemi në vetveten dhe në popullin tonë se ka humbur Islami, s'ka me ta zgjë këtu e tjera, më kujtohet ky hadith dhe them I dërguari ka thënë hala ka hajër me këtë popull. Sepse të gjithë mund të vonohen, të gjithë mund të thonë hajtë se do të ha darë ka ora 6, ka ora 6:30. Kur do të që të arrit në shtëpis, nuk jam uritur shumë, mund të marrë, kemi lokale sa dush mund të marrë në rrugë, kur me gjithçka tjetër që të prish iftarin dhe të mos e bëj atë nxitimin, por jo, ne dëshirojmë që të jetë në sofër, madje edhe ata pak njerëz që nuk agjerojnë, sidomos, po flas ata që qëllimshëm nuk agjerojnë, se këta që janë me arsyetime në sheriatike të sëmur e tjerë, ata absolutisht drek nuk kanë. Ata e prishin agjerimin me medikamente, e prishin me gjërat që janë të detyrueshme për ta, po përndryshe nuk është që e shijojnë atë pjesë, po dua të them se edhe jo agjeruesit edhe ata furat nuk gatuajnë për mëngjes, imagjino. Domethënë të shkosh dhe të kërkosh në orën 9 ose 10 atë bukën e nxehtë që e kemi jashtë Ramazanit, nuk e gjenë në përfura, sepse janë të pakta ata që e kërkojnë, ndërkaq gjenë në 3 ora bukën e nxehtë, gjenë në orën 5 pra për kohë të iftarit. I bie se njerëzit e respektojnë iftarin. S'është më rëndësi sa janë uritur, po respektojnë kohën e iftarit. Dhe ky është ai bereqeti sa I përket iftarit, por bereqeti I syfyrit nuk duhet ta neglizhojmë, sidomos nëse nuk lidhet çështja shumë me lodhje të hatashme për ditën e nesërme. Unë e di se shumë kush që janë në marrëdhënie pune kanë nevojë që të pushojnë, por derisa në kohën e imsakut do të presim edhe pak minuta dhe ta falim edhe ashtu namazën e sabat që kemi obligim, atëherë të mos e lëmë të neglizhuar çështjen e syfyrit, të vonuar po flas, sepse ai bereqeti I atij syfyri nuk është çështja që të marrësh rezervat e ushqimit e të ngopësh të mos përjetosh urinë apo etin gjatë ditës. Por ka të bëjë me periudhën, me kohën. Por është edhe kjo çështja e sidomos ta bëjmë këtë së bashku me anëtarët e familjes, që të paktën pavarësisht principit tënd të ushqimit, të jesh me ta në sofër në mënyrë që
të marrë shti kisën tënde të hurmave, ose të qajt, ose të kafes, ose të mos më gjykoj doktor Agroni nëse na dëgjon, se nuk ja di ndoshta rendin se çfarë duhet të konsumoj, por duhet të them pra të bëhet pak syfyr, të merret një pemë, të merret një të paktën pra të pihet pak ujë, ama të shijohet ajo ndjenja syfyrit. E tashmë kemi edhe tingujt shoqërues, pra kuzhina tashmë i kemi nëpër sallone. Po. Edhe media tona në përgjithësi, pra me që jemi këtu s'kem të drejtë të flasim për tjetër, pra me tingujt e PIS TV-s në atë kohë është një syfyr që në varë kur t'jesht të kujtohet besoj. Mirë, atëherë do të hapim linjën, në fakt kemi telefonues që po presin që ju drejtohen me pyetje, Hoxh, inkuadrojmë telefonatën e parë, në fakt të dytë në pasi e para dështoj, urnoni. Selam aleikum. Aleikum selam. Deshta një dy pyetje Hoxhës. Po, Pyetja e parë, a lejohet në agjerim me përbi pshtymën? Edhe pyetja e dytë, kur të agjeron, a e prish agjerimin nëse për shembull pin ujë pahiri? Pahiri si? Si ke po qëllim pahiri? apo na dëgjon? Po, Si po mendon me pi ujë pahiri? Pa dashje, habitesh apo? po. Faleminderit. Selam aleikum. Aleikum selam, amin edhe juve, inkuadrojmë një tjetër telefonat, alo? Alo, noni? Alo? Mirë, vazhdojmë me përgjigjen. Pështyma. Dërtitja jo vetëm e pështymës që kjo është më pashmangshme dhe në fakt gjandrat e gojës, e buzëve, domethënë gojës së brendshme, e prodhojnë atë langun që në fakt vetëm me këtë ne mbajmë jetën gjallë, se nëse thahet goja, lehtësisht pra njeriu edhe vdes. Po dua të them se është e pashmangshme dhe nuk kërkohet, nuk është madje kulturë e njeriu të muslimanit që të pështyj, që ta nxjerr pështymin jashtë, as në Ramazan, as jashtë Ramazanit. Por pështyma gëlltitet dhe është jarg e brendshme që e gjeneron trupi, edhe është e pastërt. As nuk është neveritshme, as e gërditshme, as nuk është e tin madje edhe gjëra të tjera, si kelbaza, si bollgama, si gjëra të tilla që janë, sidomos tash jemi në temperatura shumë të ndryshueshme brenda natës dhe ditës. Dhe ftohjet janë më të shpeshta. Ftohjet janë më të shpeshta, sikur që jeti dhe unë po më duket së bashku. Duhet të them se është e pashmangshme që të kemi ndoshta edhe situata të tilla kur përbim gjëra që tentativa për me qit jashtë mund të na çojnë deri në vjedhje e që e prish agjerimin nëse atë e shkaktojmë qëllimin. Pra, nuk duhet të ruhemi nga ato që janë të pashmangshme. Kështu që nuk e prish agjerimin. Si dhe pi ujë pa dashje. Pa dashje e prish agjerimin. Nga harresa nuk e prish agjerimin. Ka dallim, po ka dallim me domos. Pa dashje i bie, pra unë e di se jam agjerueshëm, jam duke marrë abdes për shembull, ose duke pasruar dhëmbët, gjithçka është në rregull, por ja nëse në atë moment kam një të shtim, ose më thret dikush dhe tu dash më ju përgjigj, harroj që kam ujë në gojë dhe për një moment kalon një pjesë e ujit pra në fyt, atëherë prishet agjim. Kjo është pahiri. A nga harresa është kur unë po ta shoh veten në kamerë, unë qëllimshëm shkoj te uji. Sepse kam harruar që jam duke agjeru, edhe në mënyrë instinktive, sidomos nëse ke para vetes, ti mund të bësh llaf për agjerimin dhe në mënyrë instinktive e pim pak ujë. E kjo është nga harresa, kjo nuk ta prish agjerimin. Qoftë edhe nëse është ushqim. Sidomos kjo do t'ju ndodh amviseve më shumë që ndonjëherë janë të mësuara që të kërkojnë ushqim ose të hanë një pjesë nga ajo që e grin, ta zëm sallatën, domatën, trangujt e tjera, dhe një pjesë mund ta fut pahiri në gojë në kuptim nga harresa. A nëse nuk është nga harresa, por është nga gabimi, pra duke dashur që ta shijoj se a ka krip apo jo,
e di se është agjerueshëm, por që pahiri i shkon ajo pjesë e lugës e gjellës, e që kjo është ajo pahiri e prish agjerimin. Vetdijen e ka, dhe mirë, por nuk është prishje e qëllimshme, kjo kompenzohet ditë me ditë. Qartë. Vazhdojmë tani me telefonatën tjetër, alo? Alo, Por, nani? përshëndetje. Përshëndetje. Kam një pyetje. Po? Kam një pyetje lidhur me namazin. Unë doshta me ditë pas elhamit në namaz, a kemi drejt me lexu, domethënë me thënë më shumë se një sure, edhe është e rëndësishme me u rendit kështu me emra apo cilën do që të dish me thonë. Me qartë. Faleminderit. Faleminderit juve. Kemi një tjetër telefonat, alo? Alo, noni? Selam aleikum. Aleikum selam. Cila është pyetja juaj? Selam aleikum, apo nini? Po i dëgjojmë shumë mirë. Cila është pyetja? Po, ndërsa më u bëni pyetje hoxhës. Po? Çka mendon për Nën Terezën, për shembull, që ju ka ndihmuar shumë njerëzve, shumë jetimave, mirë po ka qenë jo muslimane. Ku e ka vendin ajo? Faleminderit për telefonatën. Selam aleikum. Aleikum selam. Thot pas Fatihas, a mund të themi më shumë se një sure dhe duhet të jenë të radhitura sipas renditjes që kanë në Kur'an. Leximi i tyre. Po, mund të lexohet më shumë se një sure, sidomos kur nuk dim shumë sure të gjata. Ndonjëherë kërkohet që ne të falim namaz më të gjatë për shembull, sidomos kur është fjalat e teravit, dhe ato pak sure të shkurta ndoshta që i dim, kemi dëshirë që t'i lexojmë më shumë se një lejohet. A ka art këtu të leximit? Po. Mund të ketë sure me surën që lidhet, në kuptim dhe është mirë që të mos kalohen. Mirë, po nuk është kusht. Nuk është kusht për i kushteve që të lexohet surja pas surës së kaluar, për shembull, në renditje, nëse themi, pra, e kemi lexuar surën e 105, tash duhet ta lexojmë patjetër të 106. Jo, mund të kalojmë te 108, te 112, domethënë 114 janë gjithsej. Pra mund të kalojmë, nuk është problem. Madje mund të lexojmë pjesë nga ndonjë sure, nëse është e gjatë, nga surja Bakara për shembull 2-3 ajete, dhe t'ja bashkangjisim po ashtu edhe një sure të shkurtër. Mund të bëhen këso, për qëllime të zgjatjes së namazit. Nën Tereza thotë që ka dhënë kontribut për jetimat në mbar botën, ku e ka vendin? Realisht, unë më duhet t'i bëj pyetje atij personit për çka është fjala konkretisht. Nëse mendohet që të thuhet ku e ka vendin në botën tjetër, unë do të kisha pyet çka po të dukem unë. Se ti duhet më tregosh si ka vdek ajo. A e di? Ti a di? Ja. A pyetje ka të pyetsin? Më siguroj pyetjet, domethënë fillimisht si ka vdek me shahadet, pa shahadet. Pastaj zbresim në rregullativat islame dhe shohim. Kjo është shumë e lehtë. Derisa nuk e di si ka qenë gjendja me saj dhe Zotit, nuk mund të gjykojmë për gjëra të tilla. Nuk mund të gjykojmë. As për ndonjë kriminal. Madje edhe po të më pyesësh për një hoxh, një alim që i ka dhënë kontribut të madh të Islamit, edhe për të zguxoj të them ai sigurt është në xhennet. As kështu mos më kërko. Arsyet janë sepse janë çështje të brendshme mes të robit dhe Zotit. Ne për këtë lutemi që të kemi përfundim të mirë. Sa i përket punëve të mira, humaniteteve, angazhimeve në çështjet që janë në të mirë të njerëzimit, asgjë nuk humbet. Por se si Zoti shpërblen,
shpërblen me një jetë më të mirë, me një jetë më të lumtur, me një vdekje më të lehtë, apo e ruan atë për ahiret, ato janë llogaritë e Zotit, por ajo që duhet ta dim, besimi në 6 kushtet e imanit është kusht që të jetë i plotësuar që në momentet e lindjes, por me theks të veçantë në momentet e vdekjes. Nëse nuk i kemi atë, nëse e mendojmë që kul huwallahu ahad, Allahu samad, lem yalid wa lem yulad wa lem yakul lahu kufuwan ahad, nuk është sure e Kur'anit, nuk është fjala e Allahut ose është fjala e rrejshme, atëherë sipas konceptit islam e ke mohuar Kur'anin, mohimi i Kur'anit i bie mohim i librave të shenjtë e kështu me radhë. Por këto janë në fakt unë po që se e gjeni këtë shikues dhe të tjerë, ndonjë debat do të ishte më i mirë se sa vetëm pyetje kështu se unë s'di unë, personalisht s'kam qenë aty kur ka vdek, si ka vdek, që të mos gjykoj. Mirë, vazhdojmë, mirëpresim një tjetër telefonata. Ne, alo? Telefonata e radhës, urnoni. Disha me bëhu hoxhës një pyetje. Po? E kam një gjyshe, i përdor në dre, i përdor në mëngjes edhe në dre, a ka gjina me agjeru? Pra i përdor barnat, apo? Po. Në rregull, e kuptuam pyetjen tuaj, faleminderit. Do të vazhdojmë tutje, marrim një tjetër telefonat, alo? Alo, urnone? Apo e kthemi përgjigjes? Po kjo pyetje në fakt për gjeneratat e vjetra është pyetje tamam që thuhet a lejohet as lejohet në kuptim të agjerej. Është e vërtet para 2 ditë më pyeti dikush për nënën e tij që e kishte me tension të lartë dhe a mund të mërte dhe ishte koha diku rreth ikindis. Injeksion në venë. Në intravenoz, sepse ajo nuk do të ta prishte agjerimin asesi. E që tensioni mund të shkaktoj probleme ndonjëherë nëse vonohet. Po duhet them kemi gjenerata që nuk mund të t'i bindesh lehtë që ta prishin agjerimin. Po këto barrat që janë 2 herë në ditë, tash duhet konsultohet mjeku, specialist, për çfarë i merr dhe a mund të prodhojnë ndërlikime nëse nuk merren me kohë të duhur. Nëse thuhet duhet të merren çdo 12 orë, ne tash bujar aktualisht me llogaritje kemi ditën e agjerimit dikun 13 orë e disa minuta. Domethënë parafërsisht 13 orë 10 minuta dikun. Që i bie pra ato që duhet merren në çdo 12 orë, lirshëm pra mund të merren në syfyr dhe në iftar. Pra të ndryshohet koha, jo patjetër të merren në orën 9 të mëngjesit ta zëm, që e ka pas zakoni para Ramazanit. Nëse janë 3 herë në ditë, atëherë ato që merren çdo 8 orë dhe janë të patjetërsueshme, nuk bën të shmangët përdorimi i ndonjë hapi në ndonjë vakt të caktuar, atëherë i bie se këta janë të liruar nga agjerimi i Ramazan në këtë kohë. Nëse shëndeti ju përmirësohet më vonë, e kompenzojnë ditë për ditë, nëse jo atëherë shpaguajnë. Vazhdojmë tutje. Alo? Telefonata tjetër? Apo vazhdojmë me mesazhe? Thot jam 16 vjeçar dhe jam shumë përtac ndaj ibadeteve dhe gjatë agjerimit në shkollë shikoj haram. E mira e këtij 16 vjeçari është sinqeriteti i tij, që e di gjendjen e tij dhe përshuar në mënyrë reale. Përndryshe këto dyja përputhen shumë. Nëse je përtac në kryer të ibadeteve, pra njëra është pasojë e tjetrës. Patjetër. Do të jesh sepse mëkatit çon në përtesë për të bërë sevapin. Kështu që shikimi në haram nuk të let të jesh i sinqert, do thotë të jesh adhurues me Zotin, kur ti e di se pak minuta më herët ishe një mëkatar, nuk ndërgjegja jote e pasur të bren nga kjo. Si të veproj? Të falem e të mos
punoj me çështjen e shikimit në haram, apo t'i lë haramet e që pastaj të falem, kjo mënyrë rotative do të shihet. Të dyja të ndihmojnë njëra tjetrën. E unë do të kisha thënë, pra motivoje veten me dyjat. Derisa din këtë, mosha 16 vjeçare nuk të amniston tashmë. Para ligjit je akoma i ri, je fëmijë, por para ligjit të Zotit je në moshë madhore dhe nuk duhet të jepësh pas epsheve, sidomos për gjërat që të prishin karakterin tënd, dignitetin tënd, sepse nuk është problemi ti pse shikon haram, por ti kur je nxënës shkolle, atë që e shikon do të thotë ke pastaj edhe anime për të, ke edhe pastaj edhe mëkate, domethënë të asaj natyre me njerëz që ke në klasë. Pra, nëse je mashkull, pra mund të jenë shoqet e tua të klasës, ndoshta ose të shkollës të klasëve tjera, ato që ti pa dashje, me ndërdijen tënde, mund t'i ngasmosh për shkak të asaj që ti mediton rreth kësaj dhe asaj. Kështu që harami në fakt të shpije në haramet e tjera, që rruga e tyre nuk ka të ndalur, ne duhet t'i kërkojmë ndihmë Allahut, wasta'inu bis sabri was salah. Kërkoni ndihmë te Allahu me durim dhe me namaz. Namazit të ndihmon. Wa innaha lakabiratun illa 'ala al-khashi'in. Namazi është jo krejtësisht i lehtë, por njerëz të devotshëm e bëjnë lehtë. Vazhdojmë tutje. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje. Shpresoj që jeni mirë dhe po kaloni mirë. Faleminderit. Kam një pyetje rreth mbulesës. Po. Nëse prindërit janë vendshëm kundër mbulesës, duhet të mos i dëgjojnë edhe ta vendosin mbulesën, edhe nëse kjo mund të largojë deri në prishjen e raporteve në familje. Qartë. Cili është statusi juaj nëse është për rast konkret? Kam fjalën kështu me familjen tamë, se nuk kam një farë statusi. Për shkak se rasti me rast do të dalloj. Po të ishte një vajzë 14 vjeçare, do të kishte një tjetër përgjigje për të në krahasim me një vajzë ta zonë 22-3 vjeç ose 30 vjeçe. Pastaj varshmëria e saj nga të ardhurat e shumë faktorë tjerë, por sido që tjetë ne do të japim udhëzimet tona lidhur me këtë. Faleminderit për telefonatën. Faleminderit. Marrim një tjetër telefonues. Alo. Selam aleikum. Aleikum selam. Do shta një pyetje hoxhës për kom dëgjuar se dikon thonë që hafizat ndërmjetësojnë në atë botë për shtaret familjar. Tash s'di është vërtet se dikon tjetër kom dëgjuar që thonë për shehida, kush vdes shehed, ata çata ndërmjetësojnë. Tash për hafizat nuk e kam të qartë. Tuam, faleminderit. Ja, faleminderit. Selam aleikum. Aleikum selam. Marrim një tjetër telefonat, alo? Përshëndetje. Përshëndetje. Desha një po një pyetje hoxhës. Po. Kur më në ditë që është një sprov për Zotit, ose një ndëshkim? Ku është dallimi? E qartë. Faleminderit. Edhe juve. Inkuadrojmë një telefonues tjetër, alo? Alo, selam aleikum. Aleikum selam. Deshta mi bani pyetje të lutem, hoxhës, unë praktikoj fen, po që një vjet e gjys prej gjujve, nuk po më i bëj feqë dhe që shdohet me balin tokë. Edhe pi kam problem, po shumë, po kam telashe, po adaptu kështu ullën, se zë mi bo. Shpesh zdia është keq, të ata dashta mi vetë hoxhën, e qës e afroj ose të ka uqi, tash ka kiblja këthena, unë la nga rike që skryt njës të ka të sejtë dhe i bo, qa që të qysh po një nga keq, që s'po mujë mi bo mënyrën e regullt. Faleminderit. Natën e mirë. Lutëm. Atëherë vazhdojmë, thot
çështja e mbulesës, raportet me prindrit të cilët janë kundër, mund edhe të prishin. Ky fenomen fatkeqësisht vazhdon të jetë për familjet tona ku vajzat gjejnë akoma problem me çështjet të mbulesës nga familjarët e tyre. Është absurd kjo të shpjegohet, por në kohë kur jem duke përjetuar një kohë gjërat duken normale, ndërkaq po të shpjegohen dhe të qiten në letër dhe ti referohen historisë, është kështu. Mbulesa është simbol i ndershmërisë. Mbulesa është sinjal i largimit të syve të këqij, zemrave dashakësia ndaj një gruaje që ne jemi njerëz të gjithë, pra që i fuqishmi e atakon të dobtin në këtë rast, pra gruaja është më e dobët, mashkulli është më i fuqishëm, mashkulli i kërkohet të jetë në rrugë, në punë, etj. Dhe gruaja nuk do të thotë që ajo nuk duhet të dalë nga shtëpia, por ajo duhet të jetë më e mbuluar në trupin e saj që të mos shpërfaq bukuritë që për mashkullin janë joshse. E që i bie pra mbulesa në dëshmëri. A ka prind që nuk e dën nderin për vajzën e vet? Është absurd. Por ata prind janë shumë të sigurt që vajza atyre do të jetë e ndershme dhe pa shami. E kanë një botkuptim të tillë. Po të ishte e mundshme të bëjmë lojra me këta lloj prindsh, edhe ti themi, okay, ti dëshiron që unë të jem pashami, po atëherë të vishet në mënyrë ekstravagante dhe të dalë nga shtëpia, të pëlqen kjo veshje, jo nuk dua kështu. Të shkon dhe t'ja sjell një djalë kuller para shtëpisë, tash o kënaqe kështu, jo nuk e dua këtë. E po çfarë don? Pse të pengon mbulesa? Pse duket e pa pranueshme për ty, kur ajo është urdhër i Zotit, nuk është çështja e adeteve të popullit të caktuar, nuk është porosia e hoxhallarëve që kanë studiuar në toka arabe dhe që na kanë sjellë këtë traditë kështu për fjalëve që boshe që i dëgjojmë vazhdimisht. Megjithatë, vajza e cila ka varfëri, është duke jetuar me prindrit, e ka obligim në çdo variant që me prindin edhe kur ai bën kufër të plot pra të sillet mirë. Edhe në mes të sjelljes mirë me të, dëgjueshmërisë ndaj tij dhe në anën tjetër respektimit të urdhnave të Allahut, shpeshherë ka ndeshje. Nuk mund të bëhet edhe njëra dhe tjetra. Ne le të kemi të themi atë përgjigjen e duhur që tash secili është në gjendje matematikisht ta vlerësoj se çfarë duhet të bëjmë. Prindi nuk është në gjendje të ta ndalë vdekjen. Prindi nuk të shoqëron në varr, prindi nuk ringjallet me ty, në kuptimin ik prej teje dhe ti prej tij, dhe ti ke nevojë në kundërta situata gjitha këto për Zotin. Ti edhe kur smurësh, kërkon ndihmën e prindit, por për shërim e kërkon ndihmën e Zotit. Madje edhe mjekët që të mjekojnë, ndoshta kërkojnë parat të paguhet shërbimi, medikamentet, ilaçet e tjera prej prindit, por ata në fund suksesin as të vetvetja atyre mjek nuk e varin, por të Zoti. Atëherë ti ke nevojë për Zotin në çdo çast. Dhe shpëtimi të vjen nga Zoti në çdo situatë, në këtë botë dhe në botën tjetër. Atëherë atë dëgjohet Zoti apo prindi, matematikisht nuk e kemi shumë problem këtë ta japim përgjigjen. Por ne duam që maksimalisht vajzat tona ta respektojnë urdhën e Zotit dhe t'i ruajnë raportin me prindrit. E kjo i bie se ne shpeshherë porosisim që ato të mos nxejtojnë shumë shpejt me çështjen e shamis, por edhe kjo nuk nënkupton që ta lënë deri kur prindi të bindet, sepse ndoshta ai kur nuk bindet. Por këto të punojnë me prindin, ta bëjnë gati, ta përgatisin terrenin kur dëshirojnë të vendosin mbulesën, e mbi të gjitha ndonjëherë kur ka plot prej vajzave që prindi mund të jetë pengesë në martesë, por ai nuk e vet. Prindi mund të jetë pengesë edhe për çështjet e shkollimit, filan drejtimi regjistrohet jo atë që ti dëshiron. Ka plot prej vajzave që nuk pyesin fare, sepse është thjesht vullneti imi, unë jam e lirë, unë kam 18 vjet, unë jam e barabartë me prindin para ligjit e tjera. Pra, nëse ka këso qasje në fusha tjera, mos më pyet të çështja e shamis si t'ja bëj.
Nëse në gjitha fushat e respekton prindin, atëherë do t'i kisha thënë pra, provon edhe një kohë, derisa të bindet prindi, por rralloje daljen pashami në vende. Kur prindi thot hajde dalim, thuaj çdo ditë që unë dal më tepër pashami, ngarkohem me mëkate. Sa më shumë që ty më mirë kupton që unë të mos dal shumë, të mos më shohin shumë njerëz. Pashami unë ndihem më mirë në shtëpi, le ta kuptoj prindi që është duke të privu prej shumë gjërave të rëndësishme të jetës tënde, për shkak të kësaj pengese, madje në të drejtat e njerit kjo është ndërhyrje flagrante, por këtë nuk dua ta them që ta zgjidhin me organet të rendit e kështu me radhë. Mirë, vazhdojmë me telefonatën tjetër. Alo? Alo, selam aleikum. Aleikum selam. E kam një pyetje. Po. Në qoftë mund hoxha më atë ku përgjigjen, për shembull të xhamit e shqiptarëve dhe të turqëve falen nga 20 rekate taravih, ato në mënyrë shumë të shpejtë, ndërsa të xhamit e arabëve 8 rekat edhe kadar, domethënë të qysh kjo te arab po më pëlqen, nuk e di pse më shumë veç, po e shijoj më shumë namazin. Atë shqiptarëve të turkëve të qysh si turba. Veç dashta një sqarim prej hoxhës. Faleminderit shumë. Faleminderit, selam aleikum. Aleikum selam. Tani dashur miq, ne do të shkputemi për pak çaste për të rikthyer pas pak të mirëpresim telefonatat tuaja dhe do të përgjigjemi pyetjeve të cilat I morëm deri më tani. Vazhdojmë tutje dashur miq, po shoqërohemi me emisionin Dritarja e Xheruesit me Hoxhën Muhamet Dërmaku, do të mirëpresim edhe në vazhdim që të na telefononi. Ndërkohë ne do të vazhdojmë të përgjigjemi telefonuesve të mëhershëm, I cili telefonues apo telefonuese tha se a do të ndërmjetësojnë hafëzat për familjarët e tyre në botën tjetër, apo vetëm dëshmorët? Edhe dëshmorët, edhe hafizat, edhe dietarët, edhe njerëzit e devotshëm, nuk po guxoj ta them këtë fjalën tjetër, edhe evliat, se këtu mund ta keq përdorim nga disa botkuptime ndoshta, por ekzistojnë evliat, në fakt, njerëzit të dashur të Zotit, njerëzit shumë të mirë dhe të afërt që jetën kanë krejt për kushtim, krejt adhurim nga Allahu xhalla xhelaluhu, dhe gjithta do të gëzojmë me lejen e Allahut shefatin që Allahu ja vjep pra si një dhuratë, sikur ne kur respektojmë një mysafir, ke pa në inaugurime për shembull, kur mund të vinë ndonjë mysafir I jashtëm, ndonjë ministër ta zëmë në vizitë, ne kemi ndërtuar ta zëmë një spital dhe e ftojmë atë që ta prej shiritin. Jo që ai ka ndërtuar, por dojmë ta respektojmë. Allahu xhalla xhelaluhu I fal njerëzit, por për t'i treguar se ka pas disa njerëz që kanë pas vlera të veçanta në përkushtimin e tyre, në jetën e tyre, në këtë botë, Allahu ja vjep atë mundësinë e shefatit. Men dhe ledhi yashfa'u indahu illa bi idhnih. Me lejen e Allahut, pra mund të marrin të drejtën për të bërë shefat. Kategoritë të ndryshme njerëzve. Pra mbaje atë që e ke pas në dije për shahidat, por shtoj edhe çështjen e hafizave gjithmonë. Shahidat e mirë, hafizat e mirë, jo vetëm që kanë marrë titullin hafiz, por që jetojnë me Kur'anin, që e kanë për ditëshmëri Kur'anin, që e kanë jo hafizat që thjesht e kryjnë një ditë dhe mendojnë se u arrit qëllimi, u bë manifestimi, ahengu për arritjen e hifzit, por që jetojnë me Kur'anin, pra natyrshëm hafiza janë ata, ruajtës të Kur'anit, andaj edhe Kur'ani do ta ketë ndikimin e vet. Madje vetë Kur'ani është ai që dëshmon, respektivisht bën shefat. Edhe agjerimi bën shefat në ditën e gjykimit, andaj me Kur'anin synohet ky I teravive, me agjerimin ky I ditës, pra që të dyja janë theksueshëm në Ramazan, pra dhe këta vetë do t'ju jepet shefat, që nuk janë njerëz, është fjala. Agjerimit do të shndrohet sikur të jetë një njeri, dhe sikur Zoti jep vlerën e shefatit dhe t'i thuhet, hajde ata që e bën këtë veprën tënde,
shpërblej tash, bërju shefat njëjtë edhe lexuesve të Kuranit. Me vetë lexuese, mos lasë më hafizat që janë vazhdimisht lexues për ta mbajtur në media. Pyetja tjetër, kur sprova është mirësi apo ndëshkim? Ne mund të gabojmë shpesh, edhe ne hoxhallarët bile nga njëherë në fenomene natyrore ngutemi dhe thojmë, kjo është dënimi i Zotit, kjo është kështu. Ne nuk guxojmë shumë të interpretojmë se a është dënim i Zotit apo sprova, por në kuptimin ajo në pamjen e jashtme është e njëjta. Ta zëm smundja. Ajo është smundje. Por atë ka ardhur si shpërblim, pse je ftof, ose ke bën një mëkat tjetër dhe Allahu po dëshiron që ty të sprovoj me diçka e që të zbraz nga mëkatet, të largoj nga mëkatet me sprovën. Sikur që thot i dërguari sallallahu alaihi wasallam, njeriu edhe kur një therr ngulet në këmbën e tij, pra dhimbjen që përjeton rrezon gjunahe, rrezon mëkate. Çdo sprovë të pastron prej gjunahe. Kështu që ne nuk e kemi shumë lehtë të dimë se a isha meritor që se ne gjithë jemi mëkatar. Pra, bën të përdoret ai kalkulatori, mos po ndëshkohem, mos... Bën, gjithmonë. Bile këtu desha të them. Nëse dënimi është i natyrës së një vepre që unë ka mund ta bëj më herët. Sidomos më herët, du ta shikoj, ndoshta një zullum që po m'bëhet mu sot, një padrejsi që po m'bëhet mu sot, një njeri që po ma lejon Zoti që të më hyp mbi kokë, mos ja kam bëu unë kujt ndonjëherë dhe s'më ka shumë mendja t'i kërkoj falje. Dhe në vend se të kërkoj se si ta largoj zullumin e këtij, ndoshta më shumë duhet të më këndell kjo dhe të shkoj të kërkoj falje atij që para 10 viteve, ose ndoshta në fëmijëri, ose ndoshta në mosha adoleshente ka mund që të bëj mëkat me dikën e që nuk më ka shumë mendja kur që unë t'i kërkoj falje. Me fjalë tjera, el jaza'u min jinsil amal, ndonjëherë është shpërblimi prej llojit të veprës që e ke bërë në kuptim dëshkimi i tillë. Nëse ti e sheh se ke mundësi të jetë e tillë, atëherë kjo është ndëshkim, por që është mirë, se Allahu në fakt ndëshkimet nuk i sjell në këtë botë për të na dënuar, por për të na përmirësuar. Dënim është xhenemi. Nuk është dënim gripi, nuk është dënim... Gjitha sprovat e kësaj bote janë të vogla në krahasim me xhenimin. Pra, Allahu nuk është i gutshëm që nuk i pritet të na dënoj. Pra, nëse na dënon për të na përmirësuar. E nëse na ka sprovu, po ashtu na ka sprovu për të na pa besimin tonë. Se ndonjëherë ne themi jemi të gatshëm ta bëjmë këtë edhe këtë. Ne shpesh herë njerëzit që kanë pretendime se janë shumë besimtar të mirë, shumë besimtar të devotshëm, unë do ta kisha bërë këtë, sidomos kur i fajsojmë për shembull në këtë rast njerëzit me ekonomi mesatare, mos them edhe të varfër, ndonjëherë unë të kisha pas pasuri si filani, s'kisha lënë gjë të mirë pa bërë. S'kisha lënë shkollë pa ndërtu, s'kisha lënë xhami pa, s'kisha lënë të varfër viruzën toksor pa ushqye tjera. E pikërisht Allahu këtij do t'ja bën pasurinë. Hajde ta shohim çfarë burri jeti tash. Kjo sprova jote tashmë nuk është shpërblim, se tash i kemi nga ana pozitive. Ajo ishte nga ana negative, ajo ishte shpërblim në kuptim të dëshkim apo sprovë. E tash merre këtë, a është shpërblim për të mirat që ke bë apo sprovë. Çdo e mirë është sprovë, sikur çdo e keqe që është po ashtu sprovë. Pra po duhet të them, nuk është shumë që ne të humbtojmë se cila është. Ta identifikojmë sprovën. Me theks veçantë, pra duhet më shumë të shikojmë në vetvete, mos unë jam ai mëkatari që e kam merituar këtë. Pra të jemi vetë kritik. Më shumë vetë kritik. Mirë, e shqetësuar, thoshte zonja, se nuk mund ta bëj sejdën e plot për shkak të dhimbjeve të këmbëve, po improvizon diçka, mirë po sërish nuk ndihet rehat. Sinqerisht prekse është kjo, dhe nuk është e rrallë, nuk është situatë që nuk e shohim, ne çdo ditë e shohim, madje në xhamia shumë e shohim këtë situatë, por vërtet ai që është mësu të agjeroj çdo Ramazan, e ti thuhet tash jem plakur dhe është kohë që të pish medikamente, sikur pyetja e gjyshës për gjyshën që ishte më herët,
njerëzit nuk e kanë parasysh që gjyqja nuk e ka lehtë ta bëjë. Ndoshta gjyqja është në gjendje thotë më mirë të vdes se sa të shërohem pa agjerim. Ju nuk e dini këtë lloj etikati, këtë lloj imani. Ne në konceptin mjekësor mund ti trajtojmë edhe si të shmendur, si të qoroditur në këtë, por besimi i madh njerëzit nuk janë shumë të çuditshëm. Dhe kjo më kujton nënën time në Ramazanin e fundit para se të vi, ishte Ramazan vere, dhe po i thosha si vjet du të pushosh, mos ma pruft, Zoti tha unë me qenë në Ramazan, tha dhe mos me agjëru, në fakt ishte lodhë tepër, dhe po në atë Ramazan, po të ishte gjalla, nuk do të mund të agjëronte, se ishte në vabë dhe kishte sheqerin të ngritur në shumë gjëra të tjera. Po du të them se nuk mund të imagjinonte, sepse një vit më parë, në po ato kushte, e smundjen nuk ishte që i erdhi brenda muajve, pra vite me radhë, nuk mund të imagjinonte veten që një ditë gjatë ditës së Ramazanit ajo të marrte shishën e ujit, gotën e ujit dhe të pinte ujë. I ndjen kjo është. E këtillë është edhe kjo zonjë pra për sejdën që tashmë nuk i prek balli në tokë. Megjithatë, motër nderuar dhe gjithë ata që janë të sprovuar me çfarë do smundje, lum ju që keni këtë hall, këtë dert, këtë gajle, dhe lum për ju që kur e keni pas mundësinë që koka juaj të nënshtrohet, të përkulet, nuk keni përtu ta bëni këtë për Allahun. Mbani kujtimet për kohën kur ke pas mundësi, Allahu do të shpërblej tash për kohën kur nuk ke mundësi. Më dhimbse në ata njerëz që për herë të parë provojnë namazin në këtë gjendje. Pra kur kanë pas shëndetin, nuk kanë shikuar shumë ka dyert e xhamisë, por ka çështje tjera të dunjas, e kur sprovohen, nuk themi që është bërë vonë as për ata, por të paktën këta që kanë përvojë më herët, këta mos të brengosen. Këtu tash më lejo Bujar të bëj një shpjegim pak më të detajshëm. Njerëzit me çështjen e sejdës e harrojnë se nëse ata janë të detyruar që të falen ulur, pra nuk mund t'i lakojnë gjunjt, i bie se nuk mund të rrinë edhe në pozitën e tehijat që themi, ulur. Rrjedhimisht ata nuk mund ta bëjnë pra edhe sejdën. E tash, gabimet që i bëjmë kur ne afrohemi nga tavolinës, madje mundom që tavolinën ta çojmë më lart ose ta ulim karrigen, ose të qesim ndonjë jastëk që atë kërrusjen kur ta bëjmë, ta kemi pra ballën të mbështetur në diçka. Nuk kërkohet në gjatë. Kjo është gabim madje në namaz. Dhe kjo nuk vlen vetëm për të smurit, kjo vlen edhe për udhëtarin që detyrohet ta fal namazin në ulsen e aeroplanit. Namazi sabat, hyn koha dhe del koha derisa ai është në aeroplan. Nuk është namaz që lidhet, që bashkohet me sikur dreka me ikindin dhe të ngjashme akşam me yatsin. Ai do ta fal namazin ulur, s'mund të çohet në aeroplan, të falin në korridore tjera. Ai nuk duhet që të insistoj ta prek karrigen përpara me ball. Se s'kërkohet një gjë tillë, por ai do të falet me kokë. Pra derisa jam në pozitën e kiamit, duhet të mbaj lidhur dhe jam kështu. Pra lexoj Fatihen, Elhamdulillahi Rabbil Alamin, Arrahmanir Rahim deri në fund. Surën, kur vjen koha për të shkuar në ruku, Allahu Akbar, i lëshoj duart dhe një kërrusje të vogël me kokë, jo me trup. Jo patjetër me trup shumë të shkojmë. Pra me kokë është thjesht një simbolik. Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil Azim. Sami Allahu liman hamida, kthehem prap pa i lidhur duart. Rabbana wa lakal hamd. Allahu Akbar, pak më poshtë, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbi. Kjo është që kërkohet. Nuk kërkohet tashmë që balli jon të prek diçka, ose që ne të sjell një objekt më të lartë që ta prek ballin, sepse jemi të liruar ne nga sejdja. Dhe imagjinoje pra, po të ishe në gjendje të shëndosh, për shembull. A bën të falësh në shkallë? Këmbët ti kesh një 3-4 shkallë më poshtë, e ti të falësh në shkallë në kuptim gjunjt një 2 shkallë më lartë, e fytyrën në një 2 shkallë tjera më shumë, jo nuk bën. Pra që vendi ku bjen në sejdë të jetë më i lartë se vendi ku i ke këmbët nuk bën. Andaj kje parasysh edhe kjo tash lartësinë që ke kriju ti me jastëk
I bie se e ke qu vendin e sejdës shumë nga këmbët e tua. Po ti këtë ke bërë se s'mund të bish në sejdë, në rregull, atëherë mos bëj në sejdë, sepse je e amnistuar dhe mos ke dert për këtë. Pra të mos improvizoj. Mos improvizoj. Mirë, vazhdojmë me telefonatën e radhës. Alo? Alo, Nani? Po ju presim që t'inkuadroheni. Alo? Mirë. Vazhdojmë me përgjigjen e telefonuesit tjetër, i cili thot në xhamit shqiptare dhe turke e falin teravit nga 20 rekate, në xhamit arabe nga 8 rekate, dhe kjo më shumë po më pëlqen se i falin më ngadalë, kurse këto dy të parat pak si më shpejt. Sa i përket shpejtësisë së faljes, elhamdulillah, kemi një avancim shumë të kënaqshëm në vendet tona. Kur e them në vendet tona, tash flasim edhe për diasporën që janë bartës të traditave tona në xhamit e tyre. Pra, turqit falen që shfalen në Turqi, shqiptarët falen që shfalen në për tokat e tyre, në Macedoni, në Shqipëri, në Kosovë, pasaj arabët që falen në Arabi. Mirë po, një garë që ka qenë, që unë si fëmijë e kujtoj, që imamët në një farforme, sikur e kam pyet njëri tjetrin për sa po i falë taravitun për 20 minuta, ti për 18, mashallah, ti shumë shpejt, unë kam arrit një natë për 15 e tjera, që në fakt është pak abuzim, është abuzim. Është një gjë e çuditshme në medhebin Hanefi, ta'dilul arkan, i thuhet, me i përformu mirë ruknet e namazit, farzët e namazit, pra që kur shkon trupi në ruku, të merr formën e rukus, edhe nëse vetëm një herë thu subhana rabbil azim. Pra nuk bën që ti të shkosh dhe të mos qëndroj trupit, duhet të stabilizohet. Edhe nëse stabilizimi është në një moment shumë i shkurt, 2 sekonda, 3 sekonda. Pra të qetësohet. Të qetësohet trupi. Kjo është vajib. Pastaj kur të kthehemi nga rukuja, nuk lejohet që të bëjmë kalimin e shpejt në sejdë. Në veprimin tjetër. Pra duhet të qetësohet trupi në këmbë, pastaj të themi Allahu Akbar dhe të qetësohet në sejdë. Pa hyte kjo pjesa sa po lexojmë Kur'an, ajetet të shkurta apo të gjata, dhe apo lexojmë shpejt apo ngadalë. Dhe nëse ne këto i bëjmë si duhet, rukun dhe sejdën, është e pamundur që 20 rekate të falen për 20 minuta. Sa do që të lexojmë shkurt. Nëse nuk respektojnë këto, atëherë këtë vajibin të adilul arkan, për që të mos i respektojmë ruknet e namazit, i bie se e lëjmë një vajib. Lënja e vajibit me qëllim e prish namazin. Këtë duhet ja shpjegojnë njerëzve, se lënja me qëllim e një vajibi e prish namazin. Lënja nga harresa një vajibi kompenzohet me sevisejde. Atëherë, pse ne të falim namaz të teravive nëse jemi përngut? Sidomos punët vullnetarëve. A ka logjik të dekorosh ti dhomën tënde, shtëpinë tënde, të dekorosh të fjala, jo të gëlqerosësh. Edhe ky dekorimi të jetë pa lidhje. Të thot mjeshtri se nuk pata kohë ta bëj mirë. Për kë? Ndërtimin e vrasht ta bëj halal, sepse edhe unë të kam gut nga pak se të kam thonë ka ardhur dimri dhe po më zen pika shiut dhe të bëhet sa më shpejt që të hi brenda, apo? Po kur të kam thirr në shtëpinë që unë tashmë e kam të ndërtuar. Kur ti ke pasë, unë kam një kultuk, por kam bler një tjetër më të mirë. Kur ti ke pasë, unë kam një televizor, por kam bler një tjetër më të madh. Ti të më thuash tash që nuk ndizet sepse bën edhe kështu, ose po ble një vetur për ta shty mendez, një vetur më të re. Po ble një vetur më të re që ajo të mos ketë klimë, ajo e vjetat të kishte klimën. Do të thotë, unë kur avancoj në çështje të luksit, duhet të avancoj dhe këtu s'ka arsye të thuhet tash këtë më duhet ta bëj keq e shpejt, e shkel e shko. Namazi i teravive sidomos është namaz me pushim dhe bëhet në interval kohor sa më të gjatë. Numri i rekateve, më ka rënë që këtë edhe sot ta shpjegoj në shkollë, këtë dilemë nuk është problematike tek njerëzit. Dhe ne do t'i themi se cili e ka mirë. Po ditët të lexoj sa i dërguari sallallahu alaihi wasallam Kur'an shumë. Ti mund të falësh pak rekate,
pak rekate, por të jenë të gjata. Të jenë të gjata leximi, për të lexosh shumë faqe të Kur'anit pas surës Fatiha, dhe të rrish gjatë në ruku, përveç madhrimeve, të bësh edhe lutje, të kesh pra dije për lutje, njëjtë edhe në sejdë kështu me radhë, pra numri tashmë nuk është problem. Ne nuk e kem problemin me teravit me çështje të numrit. Nuk është problem as 8, as 20. Problem është koha. Unë ty do të pyes kësaj. A më mirë është të falesh 50 minuta, 2 orë apo 4 orë? I dërguari sallallahu alaihi wasallam u porosit qumi lejla illa qalila. Ngjallë natën përpos pak pusho. Do të thotë shumicën e natës ka kaluar në ibadet. Unë e di që ibadetin e tij ne nuk asun që më gjen ta bëj. Koritmit gjithë këtu. Ama nëse dikush më thotë kështu, unë për 2 orë ose për 1 orë ta zëm, merre. Për 1 orë arrit të fali 20 rekate. Dhe nuk kam sure, nuk di përmendsh. Ati do t'i themi më shumë rekate më mirë për ty është. Madje, edhe mbi 20, ai person që falet në shtëpi dhe dëshiron që t'i kaloj 2 orë, sidomos në 10 netet e fundit ku njerëzit më shumë dëshirojnë të kalojnë në ibadet. Mos ti pengojnë njerëzit që nuk dinë shumë përmend Kur'an te ai numri i 20-ve, sepse i marr në qafë. Sepse ato 20 rekate ai me ngadalësim po i bëj ka 40 minuta. E tani çfarë të bëj tër natën? Ai prap do t'i kthejë telefonit dhe TikTokut. S'ka çfarë të bëj. Andaj çësia është se ai më mirë pra, ai që nuk di shumë Kur'an, më mirë është të bëj shumë rekate. Dhe nëse e merr për këtë edhe në shtrirjen historike të ummetit islam, sa më afër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, teravit kanë qenë më të gjata në lexim e me të pakta në numër të rekateve. Sa më vonë që kanë ardhur dietarët, derisa te Imam Maliku nuk janë 20 rekate, janë 36 rekate. Duke hy shoqëri të ndryshme, popull të ndryshëm, të cilët nuk kanë ditë më, tash nuk kanë qenë gjithë hafiza. Shumica e sahabëve kanë qenë hafiza. Omeri kur e përshkroi një namaz vullnetar të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, tha filloi të lexojë në surën Bekare, tha mendova se do të ndalet në gjysmë. Kur e kaloi gjysmën e parë se nuk e kanë ndërmend të ndalë dhe e dita se kjo do të shkojë në fund. Mirë po durova. Durova se e bëna mend që kjo në fund tash s'ka çka të bën. Amën e Rasulin në fund edhe do të bjerë në ruku. Thot, hemen të bisu, thot, më ka shku mendja për skeqi. Do ta lija namaz, ta praktisja. Me dërgurin shtirë, thot, veç kur e ka kry, thot, surën Bekara dhe kur u fut, thot, në surën Nisa. Do më një surë tjetër e gjatë, jo me gjatë se këtë tjetra. Pra, Omeri nuk ka rritit ti qëndroj këti namazi. Po duhet të them se kur lexon shumë gjatë, është më mirë. Unë, me gjithatë do t'ju kisha thënë të gjithve, numri nuk është problem. As në kuantiteti nuk na vyn, numri shumë nuk na bën punë, nëse unë i kam falë 50 rekate për 1 orë, nuk është më sevap nëse i kam falë me 20 rekate për 1 orë e 20 minuta. Sepse kozgjatja 1 orë e 20 minuta në namaz është më e vlefshme. Nëse ky tjetri thotë unë 8 rekate, por i kam bërë 2 orë, kjo më mirë ka. Mirë po, ta lexojmë letrën edhe prej kundërtës. Nëse dikush pretendon ta respektoj sunetin, që unë t'i fali vetëm 8 rekate se i dërguari s'ka fal 20. E vërtetë është që s'ka fal 20 i dërguari sallallahu alaihi wasallam, por ato 8 rekate i fal për 8 minuta, atë duhet t'i themi ti dhe namazi të dërguarit jeni salingja dhe perëndimi. Të paktën me 20, masin në vendin tonë po fal 20, bila ato 20 mos i lësho. A po të faleshin me këtë tempo, me surë të shkurta, me ajete të shkurta, edhe 100 mos e mendoni që e tepruat. Sepse netët, sidomos këto netët e gjata, është më ka të nxitojmë për 1 orë t'i falim teravit, ndërka 4-5 orë tjera të merr me debate politike, me lojra të ndryshme, edhe t'i themi se bëjmë ibadet. Mirë, do të vazhdojmë tani të presim telefonues të tjerë, alo? Ka i kur ke telefonat, kemi një tjetër, ornane. Alo?
Po? A fan hoxha në pyetja ka? Cila është pyetja juaj? A fan e gjithë s'koni nuk a fan nesër në agjeru? E qartë, falenderit. Po, hoxh, pra sot nuk ka agjeru, a bën nesër të vazhdo me nëse nesër ka shëndetin e mirë, do të konsultohet me kujdestartë, me familjartë, nësa ata i thonë që nesër është më mirë, atëherë pse s'ka agjeru sot, të le të agjeroj nesër, po. Nesësi. Vazhdojmë tutje, alo? Ju lutem largoni prej televizorit. Po, më falë një minut. Mirë, ju presim, vetëm kaloni tek një ambient tjetër që t'ju dëgjojnë pastër. Të lutem se moti kërkoj të bisedoj me ju. Ja, e vona, më falni ju lutem. Mirë, ju presim, vetëm kaloni tek një ambient tjetër që t'ju dëgjojnë pastër. Alo? Kjo telefonatë vetëm se po dëgjohet edhe më dobët tani. Lutem largohu prej televizorit fare. A fare nese, a mundem të flasi ju lutem? Mirë, vazhdoni shpejt me pyetjen, sepse kemi shumë pengesa në dëgjueshmëri. Shpejt, lutem shumë. Bujar. Po. Po ta fike e krejta, abor? Fike, po. Veç një sekund. Po, shpejt. Po, ka të bëjmë zemër se unë kisha nevojë. Vazhdo me pyetjen, vazhdo. Që ta fike, veç një sekund. E të falemderit. Po tash po dëgjohesh mirë. Bujar, pyetja jeme ndoshta nuk është bashkë për ju, po desha të marrë një informat, të lutem shumë. Urna. Djalin e kam në botën tjetër, është në amshim, kështu që unë kur nuk kam mujt vetë të shkoj se e moshuar pak, më thanë të tjerët që është prish diçka rrethorja, nuk ka smermer, është normal tokë, po që ka prish rrethorja, i kanë rëzu poshtë, si e prishur ka qenë. Unë ku të drejtohem të kërkoj për këtë ndodhi ndihmë të lutem shumë. Se di edhe ku të drejtohem. Nga cili vend lajmëroni? Urdhroni, unë jem nga Prizreni. Jo, në të vërtet jem me origjinë nga Dibra e Madhe në Maqedoni. Mirë, jetoni në Prizren, e qartë. Jetoj 60 vjetë në Prizren. Mirë, falemderit shumë për telefonatën. Po ku desa të di ku të drejtohem për këtë problem. Tani, hape televizore dhe do ta dëgjosh përgjigjen. Momentalisht jem vetë. Mirë, hoxh keni një përgjigje derisa është në telefonat. Le ta merr përgjigjen. Ndihmë prej kujt të kërkoj. Ja, po ju përgjigjet hoxha, qëndroni në lidhje. Ponën, shkoni te Bashkësia Islame në Prizren që merren me organizimin, sektori me organizimin e varrimit dhe t'i kërkoni kështu që të filan varin në filan vendin, pra të qojnë pak dhe, sepse ka mund të fashit toka në atë vend, dhe ta rumbullaksojnë pra varin qysh i ka hije qysh duhet tjetë vari, dhe punëtorët, pra Bashkësia Islame që i ka, mund t'i angazhoj për një gjë të tillë dhe kjo është shumë edhe e lehtë për ta, edhe ty ta krym punën si nën që nuk ke mundësi ta bësh vetë një gjë të tillë. Besoj tani është e qartë, apo jo? Mirë. Vazhdojmë tani me një tjetër telefonat, alo? Mirë, ka ikur telefonata, kemi mesazhe, do të lexojmë një mesazh i cili thotë kështu. Thotë, nëna ka probleme me lukë dhe me zor, ka fillu agjërimin, por veç ju ka keqësu gjendja. E ka obligim agjërimin ose si me vepru me kësi raste? Në rastet të tilla, lukti sidomos është problematik dhe agjërimi bujare ka një defekt shtesë në kuptim me namazin. Namazin njëri dhe i sumur falet sepse zgjat, po them 5 minuta, 10 minuta, e agjërimi është në pyetje trembëtor. Pra agjërimi nuk është punë, aktivitet, në fakt është pasivitet. Mos hash, mos të ushqesh. Mirë po, ky pasiviteti duhet jetë në interval kohër të gjatë. Dhe lukti, për shembull, dhe zorët mund të kenë nevojë për medikamente, për ushqim, për ujë e tjera, që periudha 13 orëshe pa agjëru dhe pa ushqy mund të jetë problematike, andaj duhet të sugjerohet nëna që
ta prish agjerimin sepse ka të lejuar. E jo të duroj dhimbje, sepse edhe dhimbjet e luktit janë të pa përballueshme dhe të njëjtën kohë nuk na vyn ai sevap që ne në një farë forme sikur na duket që Zoti na ngarkoi me diçka. Madje duhet kemi kujdes me antarët përreth të familjes që mund t'ju duket se çka është kjo feja jonë që ne detyrohemi të bëjmë diçka duke vuajtur. Allahu pikërisht për agjërimin tha që Allahu dën t'ju lehtësoj e jo t'ju vështërsoj. Vazhdojmë me telefonatën e radhës, është Leoni që na shkruan, thotë është e mundur që ata që janë sprovuar me sihër të kenë më shumë probleme e pengesa gjatë muajit të bekuar të Ramazanit, si në agjërim, si në ibadete, e namaz, si në lexim, kur e dim se gjindet e mdhenj prangosen, pra në Ramazan. Në fakt të thuhet më shumë probleme, duket sikur vetë pyetja që është kontradiktore. Se ata nuk kanë burim të energjisë, po kjo i bie si në të kundërtën. Ata nuk e kanë lidhjen se i shohin shejtanët e prangosur. E këta që shejtanët në kuptim gjendet që janë në trup të sëmurit, në gjendja tyre e prangosun, ose e shefave të tyre e prangosun, i bën që t'jenë të trishtuar. Trishtimi i tyre e bën që pacientit të mos jetë rahat. Dhe shpesh njerëzit, kur shohin dikën, thonë, është keq filan pacienti, është keq sepse ka dridhje trupit, nuk ka aj dridhje trupit. Ka të rrahuna të shpeshtuar të zemrës, nuk ka aj të rrahuna të zemrës. Ndin dhimbje, nuk ka aj dhimbje. Gjindi që është në trupin e tij i përjeton këto, por fatkeqësisht që këto reflektohen në trupin e tij sepse ai është brenda. Dhe në fakt aty, në situata tilla, mos mendoj dikush që gjindi u knaq. E ky po vuan, e kundërta gjindi është duke tentuar me dal po s'ka si. Kjo i bie sikur imagjinoje, ndonjë, hajde thuaj, ndonjë mas ose ndonjë qen, në një kafaz i cili tenton të dalë. Ai domethënë don të jetoj, jo të mbys ty, por në tentativën për dalë mund të grith ty kapak. Dhe ti e përjeton në fakt atë problemin me që e ke, në fakt gjendet jo në Ramazan nuk mund të jenë më të rebeluar, por mund të jenë më të pa rehatuar. E që po gjeten ndonjë hoxh që është i gatshëm të lexoj Kur'an, është shansa shumë më e mirë në Ramazan dhe më lehtë që ata të largohen, sepse s'kan ndihmë nga jashtë. Dhe nëse s'kemi telefonat, përgjigjemi mesazheve shpejt, mirë, kemi edhe një ose dy telefonata, i marrim dhe u përgjigjemi. Alo? Selam aleikum. Aleikum selam. Një pyetje për hoxhën. Po. Është rreth sunetit drekës, takshamet edhe koha jacis. Jam në punë, edhe domethënë drekën e falin punë, gjithashtu i kindin edhe akshamin, sunetet, tamam fazën e falë vetëm gjatë pauzës. Sunetit nuk më rrinë, domethënë. Qysh mi falë edhe sunetit, tasha bën mi falë edhe kur t'in koha jacis, për shembull apo jo. Pra, ka zanë në këtë rast për sunetet, do një thoni, apo? Po, për atë arsye se dina që kur që i falë domethënë do me të reshate namaz na file, që është fjalla për sunetet e drekës, që ndërtohet domethënë në shpinë dhe net. Kështu pak një kena dëgju hoxhallar. E kuptuam. Faleminderit. Inkuadrojmë. Faleminderit, amin edhe juve. Aleikum selam. Inkuadrojmë telefonatën e fundit. Alo. Po. Alo, mirëmbrëma. Ne kam një pyetje për hoxhën. Mirëmbrëma, urnone. Ramazanin e nxjenoj gjithë. Po. Ka herë më dhamë kryet një 3 ditë, kur t'jam e cikël 3 ditë, dhamë shumë kryet. A gjinami prishës, s'kam qare pa piku, kërën, në kësi më morë diska 3 ditë që s'më jeni në a gjina, a mos me ngjinu mas jem smut? Çfarë moshë jeni? 14 vjetë. Mirë. Faleminderit. Hajde, natën e mirë, faleminderit. Natën e mirë. Pra, kompenzon hoqë sunetet e ikura gjatë ditës? Zadek Allahu hirsan. Allahu ta shtoft këtë përkujdesje. Sa derti mirë. E Tahir Popova kishte thënë e ne u plakëm, i lam farzët, i lam sunet. Disa njerëz nuk e kanë dert hiç as për farzët, e disa
e kanë gajle se po ju ikin 12 rekatët e shtëpisë së xhennetit që janë gjatë ditës në të shpërndara në 4 kohë të namazit. Në namazin e sabahut 2, në namazin e drekës 4 para dhe 2 mbrapa bëjnë 8, në namazin e akşamit 2 pas farzit 10 dhe në namazin e jacis 2 pas farzit 12. Po vëllai, nëse je i rregullt në këto kompenzohen. Mund t'i falësh pas jacis, nuk po them tash që të shkputesh nga imami, sepse ne këtu në vendet tonë mes jacis dhe taraviv nuk kem pauzë, pra ti e tëra që mund të falësh është 2 rekatët sunet të momentit, por ti mund t'i falësh kur do, ato sunetet që të kanë ikë, pra që përmendë konkretisht 6 rekatët e drekës dhe 2 të akşamit, pra 8 mund t'i falësh për të arrit këtë qëllim, gjithmonë kur je në punë dhe kur e ke po këtë arsye. E që duke uru që jo çdo herë je në punë dhe jo çdo herë në punë nuk mund t'i falësh këto sunete. Mund të bëhen kaza, pra pas jacis, pikërisht siç ke pyetur. Sot agjeroj, ndonjëherë kam kokëdhimbje, sidomos gjatë kohës së ciklit. Motra nuk e dika se në cikël jo që a bën të përdor kokra, po e nuk bën të agjeroj. Agjerimi me cikël nuk është i konsiderueshëm, nuk është i pranueshëm. 3, 4, 5, 7 ditë sa do të zgjatë cikli mujor, jo rastisht pyeta për moshën, për shkak se po të ishte në menopauzë, pra nuk kanë cikël dhe ajo agjeron të gjitha ditët e Ramazanit e grua, që është në moshë. Por gratë që janë me cikël menstrual të rregullt, duhet të ndërprejnë agjerimin gjatë atyre ditëve. E kanë obligim që të ndërprejnë. Jo për pi kokra, po për pi kafe. Pra, vetëm mëse bërë këtë në sy të fëmijëve, të cilët nuk janë gjendë të kuptojnë se çka ka po ndodhur me nënën, ose edhe nëse janë fëmijë tjerë të huaj, pra mos bëhet në mënyrë shumë publike, apo përndryshe e ke obligim të mos agjerosh. Ose ndryshe thënë, nëse ti agjeron, ai agjerim nuk të numërohet. Ashtu kështu duhet t'i kompenzosh ato 3 ditë jashtë Ramazanit. Kështu që po se po, pra lejohet me përdor medikamentet e nuk duhet të agjerosh. Faleminderit shumë hoq. Me ndershofshi, faleminderit edhe për ju për ftesën dhe për gëzimin për këto emisione kaq të mira. Respekt. Dashur miq, këtu po e përmbyllim takimin e sotëm. Faleminderit që na ndoqët, takohemi inshallah nesër. Mirëmbëjtje.